Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkruar në Truth Social se të gjithë duhet të evakuohen menjëherë nga Teherani, pasi Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. Pas kthimit nga samiti G7 në Kanada, Trump u pyet se çfarë do të duhej të ndodhte që SBA-ja të përfshihej ushtarakisht në konflikt. Ai tha nuk dua të flas për këtë. Trump vazhdoi duke thënë se ushtria izraelite më herët lëshoi një njoftim ku bëri thirrje banorëve të një qarku të Teheranit që të evakuohen. Para largimit të Trumpit nga samiti, udhëheqësit e G7-s, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nënshkruan një deklaratë ku theksohej rëndësia e mbrojtjes së civilëve, pas rritjes së sulmeve që kanë shkaktuar viktima civile në të dyja vendet. Ata gjithashtu thanë se Irani kurrë nuk mund të ketë armë bërthamore dhe se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Izraeli ka goditur disa objekte të programit bërthamor iranian, por nuk ka arritur ta shkatërrojë objektin për pasurimin e uraniumit në Fordow, i cili ndodhet thellë nën tokë dhe gjendet rreth 200 kilometra në jug të Teheranit. Sipas ekspertëve ushtarak që kanë folur për mediat amerikane për ta eliminuar këtë objekt, Izraeli do t'i nevojitej një bombë amerikane që depërton në bunker, e cila mund të transportohet vetëm nga bombarduesi amerikan B-2, që është i pajisur me teknologji për shmangje të radarëve.